Parkimi në ambientet e qendrës spitalore universitare Nën Tereza në Tiranë është kthyer në një shqetësim serioz për qytetarët, të cilët, pavarësisht se paguajnë tarifën e parashikuar, shpesh nuk arrin të gjejnë një vend të lirë për të parkuar automjetin. Çdo ditë, në ambientet e QSU-s hyn rreth 4000 mjete, ndërkohë që kapaciteti i vendeve të parkimit është i kufizuar në 900, të cilat zihen në pjesën më të madhe të kohës nga stafi mjekësor dhe administrativ që në orët e para të mëngjesit. Kjo situatë bën që pacientët, vizitorët apo qytetarët që vinë për konsultë dhe shërbime të ndryshme shëndetësore të përballen me vështirësi serioze për të gjetur hapësira parkimi. Hyrja e automjeteve nuk kufizohet sipas kapaciteteve ekzistuese, pasi trau lejon qarkullimin e çdo mjeti që drejtohet aty, çka shkakton mbi ngarkesë dhe vonesa. Mungesa e një sistemi efektiv të kontrollit të fluksit të mjeteve e ka përkeqësuar situatën, duke sjellë kaos të përditshëm në rrugët e brendshme të qendrës spitalore dhe duke rritur rrezikun për bllokim të lëvizjes së autoambulancave apo shërbimeve emergjente. Tarifa aktuale për parkim në QSU-t është 100 lekë për 2 orët e para dhe 100 lekë për çdo orë shtesë. Megjithatë, qytetarët shpesh paguajnë për kohën e qëndrimit, pamundur të gjejnë një vend të lirë, duke u detyruar të parkohen në mënyrë të parregullt në trotuare apo në rrugica të brendshme. Menaxhimi i parkimeve në këtë qendër kryesore spitalore i është besuar Fondit Shqiptar të Zhvillimit që prej vitit 2018. Në kushtet aktuale, ky institucion, derisa të përfundojnë punimet për përmirësimin e parkimeve, duhet të vendosë masa për kufizimin e numrit të automjeteve që lejohet të hyjnë në ambientet e QSU-s, në përputhje me kapacitetet ekzistuese.